Doktor Artan, nga kurreshtja dhe po besoj që pyetjet e qytetarëve gjithmonë duhet me i marrë për bazë, sepse na, si qytetarë, nuk jemi mjek, edhe nuk i dim informacione si që dini jo. A preket zemra prej smundjeve malinje? Do më thonë, zemra është organi që është lider i smundshmërisë edhe vdekshmërisë në botë. Do më thonë, shumica e smundjeve të njerëzve, shumica e njerëzve që kërkojnë ndihmë për shkak të smundjeve, dhe shumica e vdekjeve që vijnë, edhe invaliditetit që ndodhet për shkak të smundjeve të zemrës. Pra është lider. Mirë po, pavarësisht që është lider, në aspektin malen është e rujtne. Ka do më thonë është e rujtne? Nuk është 100% e rujtje, po janë shumë tralla. Ekzistojnë tumorë, shumica janë benigni që cilat operohen pa problem, malinje shumë rrallë, janë, do më thonë, është problemi më i vogël i kardiologjisë në ditë sodit është smundjet malinje. Fatmirësisht. Fatmirësisht. Mirë, po fatkeqësisht, prapë se prapë po thonë që është lider se ka shumë smundje tjera të cilat janë të ja rrezikojnë jetën pacientit. Po, por nëse flasim tek rreziku, pacientat të cilët kanë smundje malinje dhe marrin terapi të cilat duhet marrin, a ndikojnë edhe në smundjet e zemrës? Po. Realisht ekzistojnë një numër i kemioterapikëve të cilat pona me kemioterapi, dhe më thonë që të cilat jepen për pacientët me smundje malinje, të cilat shpeshherë dinë me e bë ata që e përmendëm më herë zgjerimin e zemrës, pra një miokardit, një dëmtim të miokardit, dhe për këtë arsye kur përdoren këto barna, pra gjithmonë onkologu kërkon një mendim nga kardiologu, një eko të zemrës, me këshyra gjithmonë në rregull, mos që nëse ndodh diçka, a ka qenë ajo zemër e shnosh përpara apo ka qenë ai problem tjetër, nëse zemra është e shëndosh, pastaj mirë në barnat adekuate, në fund përsëri bëhet edhe një eko të zemrës me këshyra ka ndiku diçka keq ajo. Kurse nëse vetëm zemra është të zgjeruar me funksion tolt, atëherë edhe këto barna domethënë janë kanë një herë edhe kundër indikacion, domethënë kanë edhe nuk japen sepse mund me dëmtu më shumë njerëz dhe jetën.